Përshëndetje nga kuzhina ime. Sot do përgatisim byrek të vegjël të mbushur me gjizë dhe djathë. Janë të butë, të shishëm, të përsosur për të marrë fëmijët me vete në shkollë apo kopësht, por edhe për të marrë të rriturit në punë. Një recetë e thjeshtë që e do gjithë familja. Filloj me përgatitjen e brumit. Këtu kam 500 gram e miell, një lugë të çajit me krip dhe diku te 300 ml ujë të vakët. Do formohet një brum i butë, të cilën do ta vendosim sërish në tas, do ta lyej me vaj ulliri dhe do ta lëm të pushojë për 20 ose 30 minuta. Ndërkohë në një tigan të thellë, shkrim gjalp, nuk është se po e peshoj gjalpin, por me sy. E rëndësishme është që gjalpi të përzihet me vaj ulliri. Pasi nëse përgatitet vetëm me gjalp, atëherë gjalpi ngrin dhe nuk na ndihmon të hapen petët me lehtësi. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, edhe gjalpi me vajin e ullirit është bashkuar. E kemi gati, natyrisht që është ftohur pak. Fillojmë të përgatisim kulaçkat, e ndajmë brumin në 6 kulaçka, nëse dëshironi. Mund t'i bëni edhe më të vogla, t'i bëni 12 kulaçka. Shtojmë tek tava gjalpin me vajin e ullirit. Fillojmë të tërhollim petët, ndryshe nga petët e zakonshme që i hapi me niseshte. Për këto petë unë përdor miell. I hapim diku tek 20 cm ose sa pëllëmba e dorës. I zhysim tek vaji me gjalp, natyrisht që do lyen nga të dyja anët. I vendosim radh njëra mbas tjetrës të gjitha petat. Kështu do veprojmë me të gjitha petët. I vendosim mbi njëra tjetrën dhe i lyejmë me gjalpin e shkrir edhe vajin e ullirit. I lëm të pushojnë për disa minuta që të hapen më me lehtësi. Kam përgati gjizën edhe djathin. Fillojmë të hapim petët me dorë. Shikoni sa me lehtësi hapen këto petë. Bëhen kaq të holla dhe hapen shumë shpejt. Jam e bindur që edhe vajzat e reja që nuk din të tërhollin këto petë, i hapin me lehtësi. Mielli që kam përdorur për këto petë është 00. I ngrejmë pak lart që ta ajrosen. E ndajmë petën në 2 pjesë. Mirë është që të hapen dhe në tavolinë këto petë. Por unë për mos të bërë shumë rumuj, përdora suprinën e kuzhinës. I shtojmë pak vaj ulliri me gjalp sipër. I palosim në 3 pjesë. I mbushim me gjizë edhe djathë. Sërish i bëjmë palosje. Dhe i vendosim në një tavë në të cilën kam vendosur letër fure ose në një tavë të lyer me vaj ose gjalp. Kështu do vazhdojmë radh me të gjitha petët. I hapim, nuk kanë fare mundim dhe nuk të lodhin as pak. Nëse do ishte vendi më i madh, edhe më të holla do bëheshin. As pak rëmuj në kuzhinë. Dhe këta byrek bëhen perfekt. I shtojmë pak vaj ulliri sipër, duan kohë shumë të shkurtër në pjekje, për 15-20 minuta i kemi gati.
Gjysmat e petëve unë i bëra byrek drejt këndor dhe gjysmat e petëve po i bëj të rumbullakët. Megjithatë, demonstrojmë një petë. I shtojmë pak vaj ulliri sipër, i bëjmë një palosje dhe tek pjesa e palosur vëm një shirit me gjizë edhe djath. I mbledhim rulon dhe i vendosim në tavë. Mund t'i bëjmë petët të veçanta ose mund t'a vazhdojmë rulonin rreth e përqark tavës. Ato prihen dhe shkëputen nga njëra tjetra. Do t'i shtojmë sipër gjalpin dhe vajin e ullirit, si e shikoni edhe pse ka vaj ulliri, ka filluar të ngrijë. Edhe kjo kërkon një kohë shumë të shkurtër në pjekje. Byrekët janë gati. Kjo tava me rulon janë pak të nxehtë, ndërsa byrekët drejt këndor janë ftohur. Janë plot shije të shëndetshëm dhe ideal për fëmijët në shkollë ose kopshte, sigurisht edhe për të rriturit. Si e shikoni, petët janë tepër të holla, byrekët janë të butë dhe plot aromë të mirë gjalpi. Ju falenderoj që më ndiqni.